Të nësi homa, ka që di unë kineshe? Si, a jeni mirë? Unë do të thoja që duhet ta konsultoj me Lachivitën, sepse aty dëgjova që zoti Berisha thonte është e domosdoshme dhe e detyrueshme. Pra me detyrim, si rusisht e dikur. Ta konsultoj, do e vendosin në 100 ditët e para të qeverisjes, apo do e shtym për mëtej. Dhe të kthehemi tek sovranizmi që lidhet gjithmonë me kohën politike. Shikoni, në 2022 fliste për sovranizëm. Në 2023 kandidon Belerin për zgjedhje lokale. Po ka shumë demokrat që përpara se të jenë antarë të Partisë Demokratike dhe të kenë kontribuar në PD, janë shqiptar, janë patriot. Dhe nuk ta pranojnë. Këtë lloj nuk dua të them Karagjazlloku se kam respekt, se kemi punuar bashkë. Këtë lloj zhvendosje nga sovranist, kthimi dhe mbështetja e Belerit. Dhe janë demokratë që mund të jenë nga Veriu në jug, që diku pak për këtë, diku pak për pronën, diku pak për firma piramidale, diku pak për aleancën me LSI në 2009-2013, 21 janari, pak këtu, pak atje, të gjitha bashkë që jepin atë mbarimin e kohës politike. Sepse nuk mund t'ja pranoj një shqiptar patriot, që ka qenë komandanti përgjithshëm i forcave të armatosur, ose ka qenë presidenti i Republikës në 94-ën, kur u vran 2 ushtarët. Unë respektoj vendimin e gjykatës greke. Respektoj dhe faktin që kanë qenë makinë Beleri me ata zotërit. Kam qenë peshkupi në prill 94-s. Në këtë konceptim, i gjithë çështja që ne kemi qenë kundra për një leadership të ri, lidhet me faktin që për të shkuarën e tij politike, për gjërat pozitive dhe për gjërat negative, të gjitha bashkë formësojnë mbarimin e kohës politike për zotin Berisha. Roland, ka shumë parti, nuk e dim si do dalin në 11 maj, kemi fraksionin e zotit Basha, kemi fraksionin e zotit Shej Alibeaj, kemi dhe në një përpjekje të qiltër, si ta gron Shejajt, nuk e ti sa e suksesshme do jetë, po të qiltër të zotit Shejaj, të paktën në dukje. Ka dhe një parti e re e cila pretendon që është djathtë si Shqipëria bëhet. Do jenë të suksesshëm. Ti shikoj, mund dozën e skepticizmit e kam të lartë, sepse janë parti që e kanë dozën e sinqeritetit tullët, nuk flas, jam dakord me ju për Shehajn dhe për Dashin dhe për Ekelia dhe Liben. Mendoj që ata janë e vetme bërtham të djathësh të sinqertë. Pro reformës drejtësi, kundër temi berishizmit si filozofi dhe si ideologji politike apo qeverisje, por të tjerët kam dozat larta skepticizmi me thënë vërtetën, kohë do ta tregoj. Megjithatë, Lami, pas 11 majit sigurisht që do ulemi do flasim shumë për rikonfigurimin e skenës politike, natyrisht në radhë parë do flasim për rikonfigurimin e djathtës, sepse ajo është më e fragmentuar sot, e mund të jetë një nga elementet e humbjes së opozitës në zgjedhjet e 11 majit. Çfarë mendon që ndodh në momentin e themi stër skadimit, siç thot Xhaferit të themi të produktit Berisha? Mendon që e djatha duhet të thrasi mendje si momentet tot, në radhë parë bëhemi djathtë real, duke filluar nga mea culpa për çështën e pronave, çështje të tjera, ndjesë për vrarjet e 97-s që nuk u kërkua kurrë, po u kalua me një ndjesë përcivt për skemat piramidale, një pranim realiteti, një ndjesë për mënyrën se si shteti që u drejtuar për tyre 20 janarëve proi, shteti që u drejtuar për tyre, jo për gjithë ngjarjen. Mendoj që e djatha duhet të ketë një moment themi reflektimi dhe një farë teqërimi kuvendor për të mbledhur edhe një herë bashkë. Logjikisht po. Pa Berishën po flas. Logjikisht po, sepse janë të zauruar të gjitha justifikimet për të vazhduar drejtimi i Partisë Demokratike, nëse rezultati i zgjedhjeve shkon ashtu siç parashikojnë sondazhet dhe siç shprehen shumë nga individ të rëndësishëm brenda Partisë Demokratike që nuk janë sot ngarë në lidhje me realitetin elektoral që ka kjo forcë politike. Ne se urojmë që kjo të ndodh, por gjasat janë që ne të shkojmë drejt këtij realiteti. Dhe në këto kushte ku janë ezauruar të gjitha justifikimet për të vazhduar më tej drejtimin e Partisë Demokratike zoti Berisha, pasi nuk flas për të rrëzuar Berishën nga PD-ja, se ajo nuk ndodh. Më gjerë se kaq pra. Ajo nuk ndodh. Do dalë ke skenari keq, siç e mendoj unë. Pra,
zgjedhje lokale u humbën, basti i parë, basti i dytë Vetëm më i për e hodhje rëndësishëm. zoti Noka, mund ndodhi dhe ajo. Basti i dytë dhe më i rëndësishëm, zgjedhjet e përgjithshme u humbën. Statuti i Partisë Demokratike e përcakton qartë, pra në kuptimin e kushtetutës se si funksionon parti politike, po gjithë çështja është se si lëvizin fraksionet dhe ekuilibrat brenda Partisë Demokratike dhe si përdoret Ka Parti Demokratike. Ka Parti Demokratike si s'është. përdoret karta e shumicës për të legjitimuar status quo brenda Partisë Demokratike. Këtu e shoh problemin dhe dalin jashtë logjike. Landi, unë dajem me ty te kjo pjesa, unë mund të jem pak më i ashpër në këtë gjë që them, po në herë vërtet e ashpër nuk e çaj, po me cepa është. Po. Se po e latove nuk është më e vërtet. Unë nuk mendoj që brenda Partisë Demokratike në 12 maj do keti proces reflektimi. Harroje. Ta thash, vetëm nëse flasim që procesi i reformimit do nisë nga zoti Noka. Këtu pastaj, okay, mund ndodhi edhe kjo, se derisa e bëri zoti Basha, mund ta bëjë edhe zoti Noka. Po unë them që nuk ndodh. Nuk ndodh atë. Dhe ai proces nuk ndodh. Unë them që Partia Demokratike avash këtë gjë po them po i afrohet moshës biologjike të zotit Berisha. Dhe do vazhdojnë 120 vjet, sa të jetojë zoti Berisha, do jetojë edhe Partia Demokratike. Sigurisht, patjetër. Plas ç'a ndodh me votuesit, mëse ajo që thotë Xhaferi është e trisht, që janë votues tradicional, dhe unë e di ç'a janë votuesit tradicional të Partisë Demokratike. Janë tifozët. Janë tifozët e mirëfillt, ata që janë antikomunistë, janë persekutuar, janë pronar, janë qytetar. Kur tifozi shef që një herë skuadra flet për somranizëm dhe pastaj shkon te Beleri. Ikën, kur tifozi i kthehet nuk ikën të gjithë, ikën një pjesë këtu. Si shton tifozët, tifozët janë pronarët e vërtet të klubit, nuk janë pronarët e klubit. Dhe ata një moment do ikën, do braktisin tribuna. Po ku do shkojnë ata? Se ata e duan futbollin. Para një herë ku do shkojnë? Unë po duhet, ku do shkojnë? Unë pikërisht këtë gjë po thoya zoti. Se duhet ta mbyllim, po. Logjikisht aty do të ketë transformim pas zgjedhjeve, por realisht si janë unë po them ç'a ndodh jashtë realisht si është ndërtuar dhe kompozuar dhe mentalitetin dhe mendsimin me cilin ka ardhur zoti Berisha, e shoh vështirë që aty do të kemi një riorganizim partisë. O aty iku mbaroi, unë po them jashtë. Vetëm asfiqja ta elementet që janë jashtë po them. Riorganizimi. Pra zoti Xhaferi sot e ke jashtë. Vetëm asfiqja mbetet është riorganizimi i të pakënaqurve, të dështuarve, dhe ato pak që kanë mbetur brenda Partisë Demokratike për të krijuar një formacion tjetër. Do jashtë bunkeri zoti Berisha. Po vazhduat me iluzione, pastaj vazhdoni. Nuk ka PD, ka vetëm bunkerin e zotit Berisha dhe ai do ta mbajë deri në fund, është e tia. Po, vetëm shpejt i lutem, se duhet ta mbyllim. Shumë shpejt. E para një herë unë do të kisha dëshirë që të ndodhte rotacioni, se përsëri thon të gjitha këto që tham, e konceptoj PD-n si të keqen më të vogël, nisur nga fakti që sidomos në mandatin e tretë, qeverisja nuk ka qeverisur, por ka prodhuar vetëm skandale. Por, sikurse e thash dhe pak më parë, edhe një humbje të ngushtë, sepse zgjedhjet këto janë, shoqërohen me pasiguri, edhe një humbje e ngushtë mund të jep të optimizëm për mëtej. Por nëse zoti Berisha nuk merr rezultatit të Bashës 2021-shit, ai rezultat dhe ajo fitore e Bashës e riktheu zotin Berisha, pa ai rezultat duhet ta bëjë që dorë nga kontestimi. Këto janë fakte. Pastaj Jo, po. Ato ai rezultat patjetër që opozita dhe e djathta të shpëtojë 2029-ën. Ferdinand, faleminderit shumë që keni qenë në program. Kënaqësi ti është ju. Landi, faleminderit për bisedën sonde. Kënaqësi. Risori kthej sërish të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.